Ky dokumentar i rrallë i vitit 1995, prodhim i Alba Filmit dhe Radio Televizionit Shqiptar me regji të Esat Musliut, na sjell në kohë, njerëz dhe ngjarje që sot i ka mbuluar harresa, por që janë pika kyçe për të zbardhur krimet e diktaturës komuniste në Shqipëri. Të zhdukurit bën bashkë denoncimet e familjarëve të mira të pushkatuarve dhe të vdekurve në burgje, të cilët në fund të diktaturës kishin vetëm një ëndër, të gjenin eshtrat e të afërmve të zhdukur dhe të jetonin demokracinë. Krahas tyre, në këtë dokumentar gjen dëshmi të rralla nga vetë xhelatët e diktaturës, dokumente të rralla dhe pamje unike të burgjeve dhe kampeve të internimit, të cilat sot janë drejt zhdukjes së plotë. Dokumentari i risjell në ditët e sotme vjen si tablo e plot e përmasave të krimit komunist dhe pasojat e pallogaritshme në jetën e mira shqiptarëve që përjetuan kalvarin e vështirë të diktaturës. Në dosja K, dokumentari i Esat Musliut me skenar të Roland Gjozës do të transmetohet i ndarë në 2 pjesë. Sejt Madit? Në dënu me gjyq, me ekzekutim me varje. Në Tiranë? Në Tiranë. Varja është shkruar në Tiranë, ekzekutimi i këtij? Ke burguri. Vend varrimi në afërsi ose me diçka ditë? Mbrapa burgut Tiranë. Ju lutem, për çfarë kanë ekzekutuar babain tuaj? Si armik populli. Çfarë ka qenë? Ka qenë komandant zhandarmarie. Baba më është pushkatue në 46 në kodën e Shëngjezit 200, sepse në atë kohë zona jo një ka emërtura kanë përfshin rrethin e 200 qarku i Shkodrës. Kom kërku në Shkodrë dokument dhe nuk kom gjetë kundë për ta. Kom barë përsëri këtu në këtë zyre. Mund të më shpjegoni rrethanat e vrasjes? Rrethanat kjo është arrestue pas një 3 javë torturash, është pushkatu pa dalë në gjyq fare. Dhe është varros. Pas një vitit e kanë lejuar me marrëshnat. Pra, me sa din gjithë populli e krahin atje është pushkatuar kur farfal. Dhe nuk di shkaku i pushkatimit. Unë kam marrë disa herë këtu për të kërkuar rreshtat e xhaxhait tim, i cili është pushkatuar në 54 nga regjimi komunist për përmbysje të pushtetit popullor. Më kam çu me porosi babai, sot është 84 vjeç dhe nuk di se ku ka ishtrat e tija. Kërkoj se edhe mosha i hiku në burg, edhe familje nuk arriti të krijoj, kërkoj me insistim që të gjithën eshat e tija. Zoti Arjan, çfarë detyre keni ju? Unë këtu punoj në detyrinë e administratës burgjeve dhe jam caktuar
në komision për gjetjen e eshtrave të ekzekutuara dhe vdekur me gjyq, pa gjyq, nëpër burgje ose nëpër kampet e përqendrimit në gjet. Zoti Arjan, a keni hasur në shumë vështirësi në zbulimin e eshtrave të ekzekutuarve pa gjyq? Për të gjithë, jo vetëm për të vrarët pa gjyq, por edhe për ato që janë ekzekutuar me gjyq ose që kanë vdekur nëpër burgje, vështirësia është jashtëzakonisht e madhe sepse mungon dokumentacioni për vendvarrime. Në asnjë lloj dokumenti nuk ka të caktuar vendin e saktë të varrimit. Edhe gjitha kjo duhet zgjidhur vetëm duke pyetur njerëz të ndryshëm. Zoti Arjan, konform kartës Helsinkit, a është e drejtë që t'u kthehet kufoma ose eshtrat të afërmëve familjeve dhe a është e drejtë që familja të përsekutohet? Është në kundërshtim flagrant me kartën e Helsinkit dhe me kartën e OKB-s, është në kundërshtim flagrant për çdo njeri që duhet të ekzekutohet, qoftë ordiner ose politik, vend varrimi i tij do të ruhet të paktën për 6 muaj dhe mas 6 muaj duhet të tregohet familjes. Kërkojmë eshtrat e baballarëve, vëllezërve dhe bijve tanë. Në fshatin ton, në katundin e Kurdarisë, në këdrën e Llamanëvet, Shefqet Peçi ka pushkatu 17 vetë në mënyrë barbare, kryesisht një. E dyta, në këto 17 vetë ka pushkatu edhe një grue. Grupe, tu i zonë 4-5 tu, 5-6 atje. Përveç kësaj, ka djek edhe ka shkatru shtëpijat në 100 sa shtëpi. Këto njerëz janë pushkatu pa gjyq. Në 18 nëntor të 1943-shit, forcat partizane hynën në qytetin e Gjirokastrës. Shkuan për shtëpi dhe kishin një listë të nacionalistëve. Shkuan në shtëpinë e Muzafer Shehut. Atje gjetën Tijatin e Muarn, e Suall këtu e pushkatuan. Më pas shkuan Muar të birin e tij, Duro Shehun. Kjo punë vazhdoi me të tjerë. Bashkë me këta ishte edhe Boçokalu, edhe ki një nacionalist i shkuar, e morën nga shtëpia, e prunën këtu bashkë me këta shokët e tjerë, e pushkatuan, por një kosisht kishte edhe djalin, Tare Kalon. Sa veta u pushkatuan kështu, pa gjyq? 10 u pushkatuan. Këta ishin gjithë qytetarë Gjirokastrit, me përjashtim të Vasil Shahinit nga Dropulli. Kush i pushkatoi lutem? Këta i pushkatuan udhëheqësit e Qarkorrit që ishin atëherë në Gjirokastrë, Shefqet Peçi, Shemshi Totozani, Bedris Pahiu, Haki Toska, Petref Kokona. Kryesorët. Ju lutem si keni emrin? Zef Buka ose Mirdita. Sa vjet burg keni bër? 12 vjet burg. Dëruam burgin për jetën, më 12 vjet burg. Ku i keni bër? Në burgun e Borrelit. Për çfarë ju ka akuzuar? Për formimin e Bashkimit Shqiptar e para organizat antikomuniste shqiptare, e themelume në prilin 1945, prej Markionit. Ju lutem nga këta, sa veta u dënuan me burg, sa me pushkatim? Prej këtyne, 7 janë pushkatu, Pader Fausti, Dajani, Pader Gjorshlaku, Markioni, Gjelosh Lulashi, Sadik, Qerim Sadiku dhe Fran Miraka. Kush ka qenë gjykatës, kush ka qenë prokuror? Gjykatësin nuk e maj, prokuror ka Kenare Niqela. Priftirit ishin akuzuar si formuesat e Bashkimit Shqiptar, por nuk është e vërtetë. Ata priftit 3 meshtarët nuk kanë pas dieni për themelimin e Bashkimit Shqiptar. Në një aktivitet me këtë organizat, kishin ata apo nuk kishin? Jo, asnjë aktivitet. Ata janë pushkatuar pa fashëm. Në gjyqin e jezuitëve në këtë akuzë, prokurori i përgjithshëm Aranit Çela deklaroi: kanë bërë tradhti e krim dhe nuk meritojnë të rrojnë në mes të shoqërisë, se janë kriminal. Por kriminalët e luftës dhe armiqtë e popullit s'ka mëshirë, vetëm plumbi i mballit.
Daniel Dajani u detyrua me forcë të nxirrte nga kisha armët e fshehura nga sigurimi i shtetit. Ishte koha kur dhe Jezui u shpall vrasës nga Rezil Vezir te kuq. Sa kemi mbledhur për të bërë gjyqin e të vrarëve në betejën e Libovës? Ju lutem, sa veta në vrarë? 28 veta janë të betejës së Lëqanit. 4 janë pushkatuar pa të ditë në Polqan. U bën 28-32. Po. Ashtu. Tash do më tjetër veç kësaj. Gjithsej, sa janë pushkatuar pa gjyq? Sa janë pushkatuar pa gjyq? Në Libovë afërsisht janë vrarë 85 vetë, pjesëtar të ballit kombëtar. Sa janë pushkatuar pa gjyq? Pushkatuar pa gjyq 35. Në këta 55 janë vrarë në betejë. Juve çfarë ju kanë vrarë këtu? Babano, Diodhezër, Dajkon, Didiam Xhaxhave. Juve çfarë ju kanë vrarë? Ma kanë vrarë një motër të babait. None, po ty çfarë kanë të vrarë këtu? Është vrarë burri. Sa fëmijë ka lënë? Di. Një vajzë, një vite dhe një 4 vjeç. E pushkatuan apo e pushkatuan? E pushkatuan? Ty këtë kanë? E vrajt në djenë. Më kanë vrarë baban dhe Xhaxhan. Po juve? Babaj me Diodhezër, vrarë në betejë, edhe dikush rinë parë dhe në Dajko. Juve? Mua më ka vrarë Xhaxhan, veti 4-ti, nga Shemqit Otozani dhe Bedris Paju. I kanë therru me thika në Poliçan pas lisave. Po juve kë ju kanë vrarë? Baban dhe Xhaxhan. Ju lutem, cilat forca kanë qenë këtu? Në Libovë janë zhvilluar disa beteja. Libova ka qenë qendër balli. Herën e fundit, kjo është bërë masakra më e madhe komuniste në Libovë, në 4 me shkurt të 44-s, ka ardhur brigada 6. Në komanduar nga Shemqit Otozani, Bedris Paju, e dihen kretë tyre, Bexhet me shok. Po çfarë kanë pushkatuar? Mua më kanë vrarë Diodhezër. Po juve? S'më kanë vrarë asgjë. Ti ke qenë prezent? Kam qenë prezent edhe jam dëshmitar i këtyre. Në 22 nëntor 1946. Gjyqi i Maliqit i inskenuar nga komunistët shqiptarë dhe i nxitur nga padronët slav, me qëllim që Shqipëria të mos rivendoste marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo lidhej me emrin e Harry Fulcit. Abdi Sharra, inxhinier, rrjedh nga një familje patriote vlonjate. Kujtim Beqiri, inxhinier. Diktatura e vrau ndërsa në Universitetin e Vjenës, fotografia e tij rënditet e 22-të. Eugenio Scaturo, inxhinier italian, viktime e idesë komuniste për të ndërkombëtarizuar komplotin. Vasil Mano, inxhinier i posamartuar. Siraka Mano, bashkëshorte e Vasilit. Propaganda komuniste ndërsen popullin duke nxitur instiktin e akmarrjes. Komunizmi kërkon gjak.
shoqërisë shqiptare. Ja dhe gruaja që priste të bëjë nën e pafajshme midis shoqërave. Ju lutem, sa mund të jetë numri i të burgosërve politik? Me afërsi, më them mund të jenë rreth 36.000 burgos politik në gjithë Shqipërinë, duke filluar nga ato që kanë bërë 1 vit burg deri në 101 vjet. Këtu kemi edhe regjistër për personat që kanë vdekur nëpër burgje gjatë kohës së kryerjes dënimit. Ju lutem, çfarë regjistri është ky? Ky është regjistri nga viti 1947 deri në 1954. Ne nuk duhet të harrojmë kurrë faktin se Shqipëria është një vend i vogël që ndërton socializmin në zemrën e Evropës kapitaliste dhe të molepsur me revizionizëm, i rrethuar nga imperialistë revizionistë të cilët e kanë hal në sy Republikën tonë dhe ushtrojnë mbi ne një presion të gjithanshëm. Në këto rrethana ne duhet jemi kurdoherë vilent, të qëndrojmë fort në pozitat klasore proletare, të forcojmë diktaturën e proletariatit, të zhvillojmë ekonominë dhe kulturën e vendit në baza të shëndosha socialiste, të rrisim fuqinë mbrojtëse të atë dheut, të punojmë, të jetojmë dhe të mendojmë kurdoherë si revolucionarë, duke vënë mbi gjithçka interesat e popullit, socializmit të revolucionit. Ne duhet të jemi të përgatitur në mënyrë të gjithëranshme, ekonomike, politike, ideologjike, ushtarake, për t'i bërë ballë çdo situate. Unë kam bë njësej 26 vjetë burg, por nga këto 21 vjetë i kam bë në Borel. Dhe po ta ndajsh jetën time, i bjen se në Borel kam bë afërsisht gjysmën e jetës burg. Të përshkruajsh atë jetë që ka ngalu njerëzit në atë burg, duhet të jesh një shkrimtar i madh, që të jetosh ato momente psikologjike, atë vujtje shpirtërore e fizike dhe atë lloj diskriminimi që bëhesh në këtë burg të tmerrshëm. Një nga masat represive që qonte në zhdukjen e njerëzve në burgun e Borelit ishte edhe ushtimi. Është e kuptueshme se në këtë burg të pashemullt ishin njerëzit politik në kundërshtar të regjimit terrorist. Me urdhër të byros politike dhe personalisht të Rogjës, në vitin 1982, ky burg u dënua me vdekje të ngadalshme, ku ju caktuan 2 kile ushqim në muaj. Këto 2 kile ishin ose marmalat, ose sheqer, ose margarin, 2 kile nga këto 3 asortimente. I mershe ose në një dyqan që ekzistonte brenda burgut, ose nga familja, ose me pako. Kjo është
forma takimit të shkurtër, nga 5 deri 15 minuta. Ky krau teqjeve, krau treshit, ky është krau liqit. Ky është borri ku të dënuit kanë pasdar në erim, 1 orë para dite dhe 1 orë pas dite. Ja këtu ky është korridori ku do futesh një krau në njëshit dhe tjetër krah të dhomët e izolimit, ku ishin selit e izolimit. Shtukja tjetër ishte zhdukje me anë të një infermieri që ishte specializuar posaçërisht nga Ministria e Brendshme dhe kishte filluar shërbimin që në vitin 1949 në këtë burg dhe deri në vitin 1988, kur mushi moshën për të dalë në pension. Kultura e këtij ishte vetëm 3 muaj përgatitje për të bërë injeksione. Tani njerëzit duke besu tek ato mënyra ose si të thush tek humanizmi, tek mjekësia, nuk ju shkonte kur ndërmend se me anë të injeksioneve ky shkaktonte vdekjet të papritura të politikanëve në burgun e Borrelit. Kështu që kur smueshin i kalojshin nëpër dhoma izolimi, edhe mënyra e kalimit ishte se do t'i kurojmë. Ky quhej Kamberli Peshari. Masi fillun të mendoj njerëzit për vdekjet e këtyre shokëve në burg, arritën në konkluzionin se ky i vriste me anë të gjulpanave duke injektu ajër në venat e tyne. Me këtë mënyrë, kur arrinte kjo bulz ajri në zemër, shkaktohesh infarkt edhe ata vdishin papritur. Ju lutem, si keni? Kamberli Peshari. Ku keni punuar? Burgun e Borrelit. Çfarë detyre keni patur? Jam smik. A keni në një ngjarje që mund ta mani mend që atëherë? S'më kujtoj. Si kujtoj? Asgjë. Në këtë burg kanë vdek rreth 800 persona politik. Dhe varrezët e këtyne kanë qenë tek Qerqiza dhe njëkohësisht aty ku sot është stadiumi. Ajo që ka ekzistuar gjatë gjithë historisë burgjeve asnjëherë nuk është vënë etiketë tek varri një burgosuri.
Republika Popullore e Shqipërisë është bërë një faktor paqe dhe përparimi në zonën e Ballkanit dhe të Adriatikut, pas kyre gjallë e përsisë së sistemi socialist mbi atë kapitalist, pengese sigurt për planet agresive të imperializmit amerikan në këtë pjesë të botës. Komplotistët dhe faktet janë në duart e drejtësisë popullore tash. Ky komplot i urryer dështoi se partia jonë heroike, se populli ynë, se ushtëria jonë e ladishme dhe arma e sigurimit shtetit ishin roje vigjilente sikur të herë për mbrojtjen e atë të popullit partisë. Trupi gjykus përbëhet nga një këshill gjyqësor i posaçëm i gjykatës lartë i kryesuar nga Shuaib Panariti, kryetari i gjykatës lartë dhe antar, General Major Muharrem Kokomani, Kolonel Sotir Spiro, Kolonel Bejto Isufi, nën Kolonel Ilmi Telegrafi dhe sekretari i seancës gjyqësore Murat Deljallisi. Akta akuza përfaqësohet nga prokurori i përgjithshëm i Republikës Popullore të Shqipërisë, Aranit Çela. Komploti i kurdisur nga imperialistët amerikanë, monarko-fashistët grek dhe revizionistët jugoslav, në bashkëpunim me këtë organizatë armiqësore nuk pati sukses. Ai dështoi plotësisht dhe kjo ngjall jo me vullnetin e armikëve të betuar të popullit shqiptar, por në sajtë zotësisë dhe vigjilencës së mprehtë të organeve të sigurimit shtetit dhe masave punonjëse të Republikës Popullore të Shqipërisë. Së fundi, tradhtanët e atë në shërbim të imperialistëve amerikanë, revizionistëve jugoslav dhe monarko-fashistëve grek, morën dënimin e merituar. Teme Sejko, Abdul Resuli, Tahir Demi, Hajri Mane, me vdekje me pushkatim, Sami Murati, Nasho Gergjo, Jonus Purizo me 25 vjet burgim, Adem Osmani me 20 vjet burgim dhe Aslan Veliu me 15 vjet burgim. Kështu përfundoi gjyqi i popullit kundër 10 panderove për krime kundër shtetit. Ju keni qenë për shumë kohë prokurori i përgjithshëm i shtetit, pastaj keni qenë kryetar i gjykatës së lartë. A keni qenë i bindur se keni zbatuar drejtësinë në dënimet e kundërshtarëve politik të Enver Hoxhës? Nga gjithë kohës jam munduar të zbatoj natyrisht ligjet e shtetit, të cilët përmangin vijnë e partisë të shtetit asaj kohe. Keni patur bindje në këtë vijë? Si vijë? Në vijën e Enver Hoxhës? Kam pasur bindje në ato. Flasim gjithmonë për atë kohë. Zoti Aranit, ju keni nënshkruar qindra dënime me vdekje. A e ndjeni veten të pafajshëm apo keni të shtirofeni e të kërkoni të falur? Për sa i përket qindra, mendimi e këto nuk mund të flas këto. Unë kam gjykuar gjithsej gjatë gjithë 30 vjetëve si kryetari i gjykatës lartë vetëm 5-6 çështje. Per arsye shëndetësore, prokurorin Siri Sharshani e zaventson prokuror Aranit Çela. Vetëm në vitin 1945, Aranit Çela ka vënë në nënshkrimin në 800 gjyqe. Dhjetra e dhjetra të pafajshëm që përfunduan në plumb elitar.